Televizikues të nderuar, mirë se vini në emisionin Me Qëra Fjala, i dyti emision në ciklin e ri për këtë sezon. Emision ky i cili si zakonisht realizohet në Etnokafen te Luli këtu në qendër të Gostivarit. Sonte mysafir kemi Luan Veliun, aktualisht kryetari shoqërisë kulturore-artistike Lulet e Malësisë. Zoti Luan, mirë se na erdhët në emisionin Me Qëra Fjala. Mirë se ju gjeta dhe falemderoj për ftesën që më bët. S'ka përse, ishte kënaqësi që ju kemi mysafir në emisionin ton. Ju prezantova vetëm si kryetar aktual i shoqërisë kulturore-artistike Lulet e Malësisë, mirë po gjatë emisioni kemi për shumë çka të bisedojmë edhe rreth temave tjera që ju kam përcjell gjatë jetës tuaj. Mirë po, fillojmë me Lulet e Malësisë. Aktualisht aktivitetet e kësaj shoqërie, rezultatet e deritanishme, sukseset ndryshme. Atëherë, unë edhe njëherë ju falemderoj për ftesën, përgëzoj për emisionin, përshëndes dhe uroj stafin drejtues të televizionit TVD Gostivar. Jam në mandatin e dytë të udhëheqës kryetar i shoqërisë kulturore artistike Lulet e Malësisë, këtu në Gostivar. Lule e Malësisë si shoqëri nuk është shoqëri e re. Zanafillën e ka qenë nga viti 1974, por atëherë me një emër tjetër dhe me një udhëheqje krejt tjetër. Në vitin 1974, nga disa të rinj atëherë të anës së Sërmnovës, shiheshte e nevojshme që dhe kërkesë e Malësisë që të ketë një iniciativë e tillë për organizim të një shoqërie kulturore artistike, duke pasur parasysh se në vetë Sërmnovën kishte njerëz që donin kulturën dhe që ishin vetë aktor të mirëfillt të kulturës shqiptare. Unë gjithsesi që duhet të përmendi se kush ishin ata të parët të cilët filluan këtë grup, ta quajmë grup fillimisht, për shkak se dhe ashtu u quajt, është grupi Rinia dhe iniciatori gjithë kësaj ishte këngëtari i mirënjohur, tani më i ndjer, Aziz Aliu, i cili nuk ishte i njohur me këngën dhe zërin e tij vetëm në Sërmnovën e Gostivarit, por ishte edhe më gjerë në gjitha trevat shqiptare dhe në veçanti në Kosovë. Së bashku me të ishin edhe disa shokë të tjerë, Rashid Ibrahimi, Avni Elmazi, Ismail Mehmedi, Naser Veliu, që të mos i përmendi shumë gjithë tjerit që dhanë kontribut për themelimin e këtij grupi të quajtur atëherë Rinia. Atëherë funksiononte ajo si grup folklorik, si një iniciativë, më tepër nuk ishte regjistruar si sigurisht që funksiononte vetëm si grup dhe atë jo në legalitet të plot. E them këtë pse jo në legalitet të plot, për arsye se këngëtari i mirënjohur, tani më i ndjer, Aziz Aliu i grumbullonte gjithë ata të ri dhe në për odat e shtëpive të fshatit Sërmnov, me një kujdestari të mirëfillt, këndonte këngë të cilat atëherë ishin shumë të ndaluara dhe rrezikoheshe edhe me burgim. Mirë po, pas një kohe ajo arriti që të regjistrohet, me siguri pak më vonë pas demokratizimit të shoqërisë. Sigurisht, me themelimin do të thotë vazhdoi një periudhë të gjatë kohore, të cilët sërmnovasit përpiqeshin që në forma të ndryshme të kishin një organizim të asaj natyre për të dhënë kontribut në çështjen ta quajmë shqiptare. Unë dua të cek këtu që pas këtij grupimi folklorik që ishte, në vitin 81 u formua edhe ekipi futbollistik me emrin Sërmnova 81. U bë regjistrimi dhe me automatizëm pas ndodhive të demonstratave të vitit 81, ai klub regjistrohet.
sigurisht që regjistrohet vetëm si klub, ndërsa aktiviteti i të rive dhe të rejave të fshatit funksiononte në vazhdimsi përmes formave të ndryshme që u jepeshte mundësia për t'i bërë. Në vitin 1996, me formimin e komunës në veçanti të Sërmnovës, atëherë u mori iniciativa, sigurisht tani të një gjenerate më tre, dhe u themelua shoqëria kulturore artistike me emrin Lulet e Malësisë, do të thotë në kuvendin e parë themelues, ta quajmë themelues, në riaktivizimin e kësaj, u vendos që të ketë emrin Lulja e Malësisë. Shoqëria mban emrin Lulet e Malësisë, ndërsa përmendet dy herë Sërmnovën. Kjo në kupton se është vetëm shoqëri që gravitojnë ose janë antar vetëm këngëtar ose folkloristë të fshatit Sërmnovë ose në përgjithësi të Malësisë asaj ane, do të thotë, ose shkurt ish komunës Sërmnovës. Shumë e drejtë pyetja juaj, do të thotë si grupim mund ta qejmë që ishte në rrethin e ngushtë të Sërmnovës dhe disa njerëzve për rreth të fshatit Sërmnovë. Mirëpo, me formimin e komunës Sërmnovës, ku gravitonin të gjithë fshatrat e Malësisë së thatë, ajo shoqëri ishte më në nivel më të hapur të komunës sa të hershme të Sërmnovës, ndërsa tash funksionon do të thotë në nivel të komunës Gostivarit. Kultivon kjo shoqëri mos them kryekput, por kryesisht folklorin e asaj treve. Këngëtarët të cilët gravitojnë tash në shoqërinë kulturore artistike janë këngëtarë me përvojë mbi 30 vjeçare. Dhe këto këngëtarë janë të cilësisë së lartë dhe në vete bartin edhe populloren edhe folklorin. Kështu që ne në vazhdimsi kemi qenë të mirëpritur kudo që kemi prezantuar, dhe atë kemi qenë të shpërblyer me mirënjohje dhe diploma të natyrave të ndryshme. Dhe aktualisht shoqëria juaj ka marrë pjesë në festivale të ndryshme, keni aktivitete të ndryshme, se jeni të kënaqur me sukseset të cilat i tregoni kohëve fundit? Sigurisht se ajo është varur edhe nga mjetet financiare. Do të thotë ka pas situata ku shoqëria kulturore artistike jo që ka pushuar aktivitetin e vetë, do të thotë në vazhdimsi ka qenë në aktivitet dhe unë dua paraprakisht ju cek që është vetmja shoqëri e cila në komunën e Gostivarit e cila mban një manifestim tradicional me emrin Flaka e Janarit. Kjo bartet çdo herë në mbi supët e kësaj shoqërie. Për kur filloi manifestimi Flaka e Janarit, në cilin vit? Ne presim që për llogarin ta bëjnë shiquesit e televizionit TV2, kurse këtë vit e kemi vitin e 9 me radhë. Vitin e 9 me radhë. Po. Në rregull, por lidhet edhe diçka tjetër që është karakteristiket e ju. Nëse më lejo që të cek edhe disa, do të thotë, nga aktivitetet tona përveç kësaj që më bëhet pyetje, do t'i cek vetëm pjesën e viteve të fundit, ku ne kemi marrë pjesë në festivalin rregullisht Sharri këndon, Oda Dibrane, vlen të cekët dy raste, do të thotë në 4 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Kosovës, ishim të ftuar në Fabriano të Italisë, ku prezantuam me një program mjaft të suksesshëm dhe u pritëm në një sallë sportive nga qindra bashkëdhetar. Ndërsa për 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar, ne si shoqëri u ftuam nga Bashkia Shqiptare në Kroaci, me ftesë të tyre dhe me ftesë të ambasadorit të Shqipërisë në Kroaci, zotëri Plumb Qazimit.
Sigurisht që edhe nga që u ndam me dhurata dhe me mirënjohje pikërisht për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Ju jeni vëllau i veprimtarit të ndjerë Nasser Veliu. Një kohë funksionoi organizata humanitare Nasser Veliu që mante emrin e tij. Sa ishi ju të kyçur në këtë organizatë dhe diçka të na folni për atë kohë kur funksionoshin më tepër organizata humanitare për dallim prej tash. Me siguri edhe rrethanat ishin tjera në atë kohë. Sigurisht, unë kujtoj që përpos shoqatës humanitare Nasser Veliu, të cilën u themelua këtu në Gostivar dhe kishte për kryetar atëherë të ndjerin Suleman Reka, ishte një organizatë humanitare e cila kërkonte nevoja për organizime të tilla, për shkak se ajo shoqat i kishte mundësitë për të qenë regjistruar dhe për të kryer aktivitetin që duheshte kryer në veçanti situatës në Kosovë dhe bashkëpunim të mirëfillt. Mbaj mend me gjitha raportet që kishim të evidentuara ishin kryesisht me shoqatat humanitare në Kosovë dhe në veçanti me profesoreshën Luljeta Pula, Beqiri, më duket pa. I meri nëse s'gaboj. Ka mundësi. Cekam atë se ishin rrethana tjera. Zakonisht shoqëritë e ndryshme, organizatat e ndryshme në asaj kohe kishin një mision pak më ndryshe prej tash. Zakonisht pas tyre, mos them se fshihej, po gërshetoheshin edhe veprimtari kombëtare, në disa raste ndoshta edhe ilegale, posaçërisht para vitit 1990. Do të flasim diçka nëse pajtoheni edhe për kontributin tuaj në çështjen kombëtare, sa keni qenë të kyçur, sa keni qenë në rrjedha, me që keni qenë edhe në Mërgim, keni punuar në Zvicër nëse nuk gaboj. Po. Është e vërtet. Do të thotë të gjitha organizimet që bëheshin, ju vetë mire cekët, që shoqëritë kulturore, shoqatat humanitare, ta them edhe klubet futbollistike, shfrytëzoheshin si ombrell për të vepruar edhe në pjesën tjetër. Kishin edhe një mision pak më tepër se sa vetëm kultivimi kulturës, sportit ose. Këtë dusha ta cek. Do të thotë përmes këtyre shoqërive kulturore artistike dhe përmes shoqatave humanitare ne bënim shumë aktivitete tjera. Do të thotë një kalendar i cili mbante fotografin, kalendar nuk mbaj mend cilit vit, po ishte të vitit të hershëm, të ndjerit Sefer Selimi, të Xhemil Islamit, të Nasser Veliut, të Nurie Zekës, bëni bujë të madhe për shkak se u zbulua atëherë që shpërndaheshte në Gostivar dhe i cili ishte i ardhur përmes shoqërisë degës së shoqatës humanitare në Zvicër, për të shpërndar këtu në Gostivar, i cili pati pasoja shumë të mëdha, u burgosën njerëz, u maltretuan njerëz, kështu me radhë. Që du të them që do të thotë aktiviteti ishte i gjithanshëm. Sigurisht që ne ishim të organizuar në pjesën e ilegales që thirreshte lëvizja popullore për Republikën e Kosovës, të asaj kohe, tani të lëvizjes popullore të Kosovës. Mirë po, ishim edhe njerëz të cilët hinim dhe dilnim, do të thotë të cilët bartnim materiale propagandistike, qoftë nga Zvicra këtu në vendlindje, qoftë nga vetlindja në Zvicër, të cilat gjitha shërbeshin për mobilizimin e popullatës të asaj ane
për kauzën tonë e cila na brengostë të gjithë neve edhe atje edhe këtu. Kur ishin në Zvicër, për cilit vit? Në Zvicër, do të thotë fillimisht isha nga 1981 pas plasjes së demonstratave të Kosovës, qëndrova 6 muaj dhe u ktheva prapë në vendlindje për të vazhduar me dokumentacion të rregull në vitin 1982. Atër ishin, kishte vizat ishin më ndryshe. Do të të ishin me vizë sezonale? Pa, fillimisht kam qenë me vizë sezonale, do të thotë 9 muajshe dhe tani më vonë me vizën që i thonin ata B dhe që paraprakisht mua mund dalua edhe, në fakt mund dalua, do të thotë mu rrezikua ardhja për të kthyer një kohë prej 3-4 vitesh këtu në Republikën e Maqedonisë. Deri kur punohet në Zvicër? Në Zvicër ishin deri në vitin 1997. Dhe unë nuk u ndala nga Zvicra pse unë desha të ndalem, mirë po në prill të vitit 1997 mua më ndodhi një kindapim këtu në Gostivar nga organet e sigurimit shtetëror, që edhe sot nuk di metodat e tyre që ishin në ato kohë dhe mu konfisku i gjithë dokumentacioni që unë e posedoja privat, do të thotë me pasaport, me letër njoftimi dhe gjitha tjera që kisha, dhe për një vit të tërë nuk më kthyen ata prapë. Cila ishte arsyeja që ju rrëmbyen, se arrestuan? Po që tregoj drejtën, në fillim unë nuk e dija as vetë se ç'ndodh. Do thotë në ardhjen time nga fshati Sërmnov për këtu në qytetin e Gostivarit dhe unë ndalohem në mes të Tullanës dhe fshatit Llopushnik. Aty më afrohen 4 persona civil dhe vetëm më ftojnë që unë të zbres nga vetura dhe të hip në veturën e tyre, të cilën unë në fillim sigurisht që e kundërshtoja, po me ofendime të natyrave më të rënda më futën në veturën e tyre, thesin në kokë dhe u thuam për një orë gjysmë 2 orë në drejtimin që ata e kishin parapa. Ku ishte faktikisht, kur ju ahoqën thesin prej koke? Do të thotë thesin nga koke kanë hekur momentin kur unë kam hyrë në një garazh të një ndërtese sigurisht të lartë dhe në një kat 3-tin apo 4-tin kam qenë dhe aty kam qëndru 28 orë në pyetje. Tash për gjitha supozimeve i bjen që kam qenë dikun në Kumanov. E them këtë nga shkaku se në një periudhë kohore kur unë kërkova të dalë për nevojat personale dhe u ktheva në zyrën ku mbahesha në pyetje, nga dritarja pash një parking të madh veturash ku ishin veturat me regjistrim të Kumanovas me KU. Dhe supozoj që kam qenë në Kumanov. Dhe pastaj si u kthyen? Përsëri me thesin kokë? Ja. Tani edhe veturën të cilën ma kishin konfiskuar këtu në Gostivar, që e kishte marrë dikush në stacionin policor këtu në Gostivar, e kishin sjellur në Shkup dhe mua në vend të caktuar që unë nuk mbaj mend dot se edhe Shkupin nuk e njoh kështu mirë si qytet. Më dërguan deri te vetura dhe më thanë që ja ku e ke veturën ik shko shtëpi. Të tregoj drejtën edhe nuk isha e aftë fizikisht kështu, se për 28 orë unë qëndroja vetëm në karike.
Dhe kështu me shëndet nuk isha dhe vazhdoj të mos jem mirë dhe nuk thash unë nuk jam i aftë që për të ngrajt veturën për të vazhduar për Gosivar. Atëherë erdhi inspektori me shumë vetura përcjellse, më thot inspektori i qytetit të Gosivarit, e mori veturën dhe më solli deri në pagesën në autostradë tu në Gosivar, në hyrje të Gosivarit. Ati e marrë unë dhe vazhdova për në fshat. Të ndroj pak temën deri te bloku i marketingut, të flasim diçka rreth arsimimit tuaj, rreth shkollimit. Tani, do thotë unë rreth nga një familje e vobegët dhe i rritur pa prind. Shkollën fillore kam kryer në fshatin tim të lindjes, në Strëmnov, të mesmen kam vazhduar gjimnazin në Gosivar. Pas gjimnazit kam vazhduar në hotelerin në shkollën e mesme turistike Todor Panic në Graçanic, për të vazhduar më vonë në institutin Scheidegger në Zürich, shkalla e 4 e hotelerisë. Nga kjo që përmendet del se fakultet nuk keni kryer. Pse? Mungonte dëshira? Ja, Ose kushtet? do të thotë njëra anë ishte kushtet dhe ana tjetër ishte pikrisht në vitin 81, atëherë kur duheshte të vazhdohet si gjithë kolegët e mi që ishin në fakultetet e Prishtinës, unë u detyrova që të dal jashtë dhe të largohem në Zvicër. Atë që e thash më parë që në vitin 81 unë isha në Zvicër. Të përmendi vetëm që mos i ngatrojmë, do të thotë ishte gjimnazi dhe shkolla e mesme turistike, e cila në atë kohë, tash nuk e di, e kishte emrin Todor Panic dhe gjendeshte në Graçanic të Bosnje Hercegovinës të atëhershme. Dhe pas asaj gjatë do të thotë gjatë viteve që qëndroja në Zvicër, vazhdova po të njëjtën shkollim, po tani që e thirrur në shkallë, do të thotë është shkalla e 3 dhe shkalla e 4 në institutin Scheidegger, i cili gjendeshte në Zürich në orët e mësimi dhe ligjëratat zhvilloheshin në orët e mbrëmjes për çdo ditë punës. Nëse pajtoni tash do të bëjmë një pauzë të shkurtër për një hapësirë publicitare, vazhdojmë më pas me bisedën. Faleminderit. Të shikues të nderuar, shkëputemi për disa çaste për një hapësirë publicitare, vazhdojmë pas disa minutash. Besa 5. Merrni numrin tuaj vetëm për 250 denar dhe përfitoni 250 denar mbushje, 3 muaj falas brenda rrjetit Albafon dhe 73 minuta falas me të gjitha rrjetet. Fol pa kufi. Fol shqip, Albafon. Rizite shumë të vazhdojnë të shoqërojnë punën e restorant Bon Voyage, tani me ambiente të zgjeruara dhe meny edhe më të begatshme. Specialitetet mbeten ushqimet nga Skara, të cilat tashmë mbajnë vullën e restorant Bon Voyage për kualitet dhe cilësi. Menyja përmban edhe ushqime nga kuzhina popullore, siç janë gullash me mish të freskët viçi, supa dhe çorba të ndryshme, si dhe groshe përgatitur me recetë speciale. Personeli i restorant Bon Voyage kujdeset që ushqimi të gatuhet me profesionalizëm dhe të serviret i freskët. Tani e tutje pranojnë edhe porosi për raste të ndryshme familjare. Çdo destinacion nis prej stacionit të autobuseve, një vizitë në Bon Voyage për udhtim të këndshëm. Orari punës nga ora 6 e mëngjesit deri në orët e vona të natës. Ju që dëshironi që në shtëpi tuaj të keni veshje me motive kombëtare, tani keni një zgjidhje, shitoria unikate për veshje kombëtare Zabeli. Tirq, kostume popullore, fustanella, futa, këmisha, xhubleta, upinga, plisa, si dhe shumë veshmbathje të tjera kombëtare do të mund të gjeni në shitoren Zabeli. Krahas veshmbathjeve mund të gjeni edhe flamuj dhe gjësende të tjera me simbole kombëtare. Shitoria për veshje kombëtare Zabeli ju ofron edhe një mundësi tjetër për raste të ndryshme gazmore familjare, aty mund të merrni edhe veshje me qira.
Shitoria Zabeli rikthen, ruan dhe kultivon frymën dhe traditën kombëtare. Pra, I kthehemi sërish bisedës me mysafirin tonë, zotri Luan Veliu. Ju përkujtojmë se emisioni Me qëra fjala emitohet çdo të hënë me fillim në orën 21, ndërsa riemitohet të dielave në orën 12. Zotri Luan, më vjen keq shumë pak folëm në lidhje me flakën e janarit. Mendoj se është një manifestim të cilit duhet i kushtojmë pak më tepër rëndësi. Prandaj ju do të doja që një sqarim pak më të gjerë në lidhje me këto manifestime me që janë në pyetje. Tani organizimi I flakës së janarit këtu në Gostivar e thash edhe në pyetjen që më parashtut më herët, këtë vit është I 9 me radhë, por është I 20 e caj nëse fillojmë vazhdimsinë e asaj që ka qenë të organizuar në Zvicër. Faktikisht këtë manifestim ne e bartnim në gjitha trevat shqiptare ku janë dhe unë me të gjithë antarët e kryesisë të shoqërisë kulturore artistike Lulet e Malësisë vendosëm edhe këtu në Gostivar dhe vazhdojmë me sukses, do të thotë 8 vitet e kaluara, të cilët ka sjell shumë mysafir si nga diaspora ashtu edhe nga viset shqiptare, qoftë Republikës së Shqipërisë, qoftë Republikës së Kosovës. Disa prej tyre me siguri vlen ti përmendim si pjesëmarrës të atyre manifestimeve në cilësinë e të ftuarve special, mysafirëve. Sigurisht që paraprakisht çdo mysafir të cilën ne e kemi ftuar që të prezanton këtu në Gostivar, duhet të ketë të bëjë diçka në lidhje me flakën e janarit. Dhe emrat e asaj natyre kemi plot dhe gjithë ata që ne I kemi ftuar janë përgjigjur pozitivisht kësaj ftese. Unë do të cek disa prej tyre dhe do të kërkoj ndjes nga ata të cilët nuk do t'i përmendi ose do t'i për momentin ndoshta nuk ju kujtohen. Është Mirush Kabashi, Hidayet Iseni, Agim Vinca, Suzana Gërvalla, cila disa manifestime, Bashortja Jusuf Gërvalla, cila disa manifestime, jo vetëm një radhë, ka marrë pjesë këtu në Gostivar, Çun Lajçi, Adem Demaçi, Hidayet Iseni, Milaim Zeka, Ali Ahmeti, Fazli Veliu, Musa Xhaferi, shumë të tjerë, thash edhe më herët, kërkoj ndjes që nuk mund të më kujtohen të gjitha emrat tani. Faktikisht kjo me siguri tregon se ju keni një afërsi me personalitete të cilët kanë dhënë kontribut për çështjen kombëtare me veprimtar kombëtar. Sa jeni të afërt faktikisht me ta dhe sa keni bashkëpunuar? Unë në këtë rast nuk dua shumë të flas sa ngjehemi të afërt ne të cilët kemi vepruar një kohë të gjatë dhe vazhdojmë të veprojmë në idealin që kemi vënë në supët tona, por ne ishim të organizuar në formë të familjes, mas tepërmi. Merrini me mend kur në një organizim të asaj natyre, do të thotë, e shoqja me të burrin ishin shok, vllau me vllaun ishin shok, jo vetëm vëllezër. Ose vllau me motrën, ose prindi me të birin, ose me vajzën. Do të thotë, organizimi I asaj natyre kërkonte familje në vete. Dhe sigurisht që familja, siç familja e rëndomt, edhe ajo familje nuk harrohet dhe përmes manifestimeve të ndryshme ne takohemi
Dhe sigurisht që bisedojmë për hapat të cilët në vazhdimsi do t'i takojnë kësaj gjenerate të kujt i takoj edhe une. Do thot vazhdimsi e këtine kontakteve që ne mbajmë me shokët, ta them kushtimisht kështu, të cilët kemi vepruar në një ombrell, vazhdon të jetë. Dua të kujtoj se 2011 u organizua edhe 30 vjetori i demonstratave të vitit 1981, i cili u mbajt në Tetov me një pjesëmarrje shumë të madhe të shumë veprimtarëve dhe të ishte burgosurve politik, dhe po i njëjti u mbajt edhe në Zvicër, në Zofingen të Zvicër, ku unë në këtë rast kisha nderin që qemi ftuar nga organizatorët e manifestimit që u mbajt në Zvicër dhe në Tetov. Misionin me qëra fjalla zakonisht bisedat nuk i kemi të orientuara të flasim për në një temë të caktuar, ku shumë të rasteve mysafirët ndajnë një pjesë të jetës së tyre edhe jetës private, fëmijërisë, rinisë e kështu me radhë me shikuesit tanë. Ju keni lindur në Sërmnov, vazhdoni të jetoni në Sërmnov ose jeni shpërngull në qytet, si shumica e tjerëve ose jo? Do të thotë, unë të them realisht jam i shpërngullur për Sërmnova, po emocionalisht nuk dua ta pranoj që jam i larguar nga Sërmnova dhe disa të bëjnë edhe përmes dokumenteve nuk shpërngullen. Keni letër njoftimit të Gustivarit ose Sërmnovës? Jo, pikrisht këtu dësha të dalë se do të thotë vazhdoj të jem banor i Sërmnovës juridikisht, përpos kësaj bëj gjitha pagesat që dalin si banor i fshatit të Sërmnovës, qoftë në Bashkinë Islame, që njësinë vendore që organizon Bashkia Islame, antarësinë, qoftë kontributet të cilat i merr vetë fshati të aksioneve të ndryshme për mirëmbajtjen e fshatit. Dua dhe që të jem pjesë e atyre kontributeve, pjesë e fshatit Sërmnov dhe me mendje banor i fshatit Sërmnov. Po, sa jeni të kyçur në atë jetën shoqërore në fshatin Sërmnov, kur përmendet me qëra fjalat e pagesa e taksës për Bashkinë Islame. A keni kontribuar në atë drejtim diçka? Kur e dim se shpeshe xhami dihet se ndërtohen me vetë kontribut të fshatarëve. Keni xhami 3 në fshatin Sërmnov, ose nuk gaboj xhamia e Muavës Balleve? Kështu, tani ju si duket keni disa informacione për xhamin e fshatit Sërmnov. Është xhami e re, është ndërtuar para 2 vitesh. Do të thotë interesi ishte shumë i madh edhe i rinis, edhe i gjeneratës më të vjetër që të ndërtohet një xhami e re, dhe kërkesa e tyre ishte që unë të bartë, do të thotë, iniciativen si kryetari i këshillit organizativ, dhe unë edhe në këtë rast dua të falenderoj si bashkëfshatarët e mi, të cilët janë në Sërmnov, edhe ata të cilët janë do të thotë jashtë Sërmnovës, të cilët nuk kursien asgjë nga vetja dhe ndihmuan në një kohë shumë rekord, e ndërtuam xhamin dhe tash rinia dhe gjithë pjesëtarët e Sërmnovës kanë mundësi më komode për të bërë aktivitetin në xhamin e Sërmnovës. Faktikisht Sërmnova ka 2 xhami, nëse nuk gaboj, se kjo është xhamia e re, jo se u prish xhamia vjetër. Jo, xhamia e Sërmnovës realisht ka një vend ku ka qenë xhamia e mëhershme, e viteve mëhershme, ku unë si fëmijë e mbaj mend,
por kjo xhami është ndërtuar në xhamin ku është ndërtuar në vitin 1974. Dhe nuk janë dy xhami, po është një xhami. Arsyeja ishte pse ne ndërtuam në atë të vjetrën, po jo atë të viteve të mëhershme, për shkak se problemet pronësore ishin me shkollën, do thotë të fshatit Sërmnov, dhe xhamin ekzistuese të mëhershme, të viteve të mëhershme në fshatin Sërmnov. Kurse xhamia ku tash është ndërtuar më e reja është pronë private të cilën e ka falur një familje e fshatit Sërmnov që në vitin 1974. Kush janë ballet? Tani se e njihni fshati. Tani fshati Sërmnov ndahet në 3 muhall më të mëdha që janë, të cilët janë paraqesin një kompaktësi, nuk janë malle për ata të cilët nuk e din, nuk janë si Padalishti si ka ndarme. Janë do të thotë vetëm si mhall janë të ndara dhe thirrën ballet, kitët edhe tushët. Faktikisht ato janë 3 familje. Ashtu sigurisht, që do të thotë që rreth nga familjet e mëhershme, të cilët unë nuk di ti sqaroj, po vazhdojnë në kompaktësi shumë të fortë njëna me tjetrën. Do të thotë si fshat kështu në tërësi. Mërgimi është imigrimi prej fshati në qytet është i madh, krahas asaj edhe mërgimi ose gurbeti shumë i madh. A ka banor ka gjallëri në fshatin Sërmnov për momentin? Sigurisht që është një gjenerat që mundohet të bëjë gjallëri në fshatin Sërmnov, por edhe fshati Sërmnov, si gjithë fshatrat dhe rajonet tjera, ngjehet i sakatosur, sidomos në kohën e fundit ku migrimi mblodhi edhe fëmijët, edhe pleqt, edhe çka gjeti nga fshati dhe do të thotë shkollat në këtë rast në vitet e mëhershme të bëhet një krahasim, ishin nga 2 paralele në shkollën fillore. Bilen ndonjëherë ndonjë vit edhe 3 paralele të klasës së parë. Kurse tani nuk jam i sigurt se nuk jam kompetent për atë, por numërohen 2, 3, 5 ose 7 nxënës në klasë. Kjo ka të bëjë edhe me atë se shkollë fillore ciklit lartë ishte një kohë të gjatë vetëm Sërmnova, me siguri ose ishin edhe prej fshatrave tjera, Padalishtit, Tërnovës e kështu me radhë, kishte edhe internatin në shkolla fillore e Sërmnovës. Po, e kishte edhe internatin dhe sigurisht që vazhdonin edhe nga cikli i ulët, do të thotë nga klasa e 5 vazhdonin në fshatin Sërmnov, po megjithatë prap numri ishte shumë më i madh se sa është tani. Po, realisht çka ofron fshati Sërmnova? Është e mundshme për shembull që të jetohet në Sërmnov duke marrë parasysh se nuk është edhe aq afër prej qytetit, ka diku në rruga rreth 15 kilometra nëse nuk gaboj. Po, është e vërtet, është 15 kilometra larg Gostivarit, kushtet për jetesë ta them kështu që nuk është e vërtet, për shkak se të gjitha institucionet, ta quaj kështu, siç është shkolla, siç është zira e vendit, siç është ambulanta, tani e privatizuar, po ka funksionuar edhe me drejtimin, edhe me drejtimin e stomatologjisë, edhe drejtimi i mjekësisë së përgjithshme. Mirë po nga aktivitetet tjera që mund të vetë mbahet Sërmnova janë të kufizuara. Janë të kufizuara nga shkaku se
Tani më edhe ajo pak tokë që është në fshatin Sërnov, është lënë pas dore, arsyeja është krejt e natyrës normale për këtë situatë, nga shkaku se pleqet të cilët janë të pakt edhe ata nuk kanë mundësi, të rinjt të cilët edhe ata janë të pakt, tani më janë të inkuadruar në për shkollime dhe në për të punësuar në institucionet ndryshme të Republikës së Maqedonisë. Më intereson diçka në lidhje me fshatin Sërnov dhe Malsinë e Malithat në përgjithësi. A kultivohen disa tradita të cilat I ka pas siguri edhe ju si kryetari SHK Lulet e Malsisë, me siguri keni qenë I thar ose adhurues të folklorit. A ka ende konache kur ka ahengje të ndryshme familjare, martesa e kështu me radhë, konak mendojnë në atë kuptim që dikush me çifteli, kafall e kështu me radhë, ta kalon një mazdarke, si dikur për darsmat. Sigurisht ka dhe po jo shumë të janë të ralla. Pa ata që bëhen shumë madhështore, tash në këtë kohë, kurse janë të ralla në krahasimin e viteve të mëhershme, ku ju thatë konache dhe unë po ashtu do t'ju përgjigjem se unë I thoshim në atë kohë duhet të ndajmë kush do të bën izmet mysafirëve të cilët do të na vinë nga jashtë dhe do të qëndrojnë me natë në darsmën të cila organizoheshte në atë fshat dhe I cili I kishte ftuar për të ardhur në darsëm. Kurse tani në këtë ditë është situata të modernizuara dhe sigurisht që ka, po nuk ka konache nga shkaku se të gjithë mysafirët vinë në aheng dhe kthehen me mjetet e tjera, me veturat apo me çka udhtojnë deri aty. Kryesisht darsmat mbahen në për lokale të ndryshme, sallone darsmas ose akoma janë prezente darsma tradicionale në shtëpi. Pavarësisht muzikës, le të jetë ajo me. Për fat të mirë tonin dhe të Sërnovës, në Sërnov ende mbahet gjallë, do të thotë ende vazhdojnë të mbahen, janë të ralla, po ende vazhdojnë të mbahen, të organizohen darsmat familjare në prak dhe në oborrin e shtëpisë Sërnovës. Sigurisht që shumica tani më kalojnë në këtë modalitetin e banketeve dhe të natyrave më luksoze, po e mbajnë ende disa që darsma të zhvillohet në prak dhe në oborrin e shtëpisë. Veshjet kombëtare në për darsma janë prezente, posaçërisht gjatë synetisë. Për fëmijët e kam fjalën. Përderisa t'ju them sinqerisht nuk kam pa njëri të moshuar, të I ri ose burr të veshje kombëtare gjatë ndonjë darsme ndonjë. Atëherë unë zot reagimit duhet të ju ftoj juve në një darsëm në Sërnov, ku do të shihni edhe të moshuar të veshur me veshje kombëtare. Do të thotë në Sërnov ka ende njerëz të ri të cilët I veshin veshjet kombëtare. Të mund të argumentoj nga shkaku se jam kryetar I shoqërisë për cilën jam edhe I ftuar sonte këtu në emisionin tuaj. Të cilët nuk I kanë vetë dhe vinë dhe I huazojnë nga ne, sigurisht ne me kënaqësinë më të madhe, u asigurojmë dhe I krijnë ata obligimet e veta, ata rritjet e veta që ata. Ç'rasti I veshin ata, do të thotë fotografohen me ato ose luajnë në valle, I mbajnë derisa zgjat. Do të thotë e gjithë darsma, e gjithë aktiviteti ka karakterin shqiptar, karakterin kombëtar shqiptar. Dhe identifikimi I saj, do të thotë qoftë edhe në marrjen e nusës që ne e kemi me flamuj, krushqit dhe krushqit flamuj duhet t'i ketë edhe me veshje kombëtare, krushqit e vet, ose në rastin tjetër të sinetis,
edhe fëmiu i cili kryen sinetin duhet të jetë, jo domosdoshmërisht, por i veshur me veshje kombëtare, ose të hecë dhe të shëtit me kal, se ne një kohë edhe atë e kishim të ndaluar, se mos i shëtitni me veshje kombëtare dhe me kal të bardhë, se po fatmirësisht u a them dhe unë gjitha tinë trive të cilët vazhdojnë të ndjekin këtë, përzemërsisht i falenderoj dhe fatmirësisht e them edhe njëherë që ende ka dashë Mastërnova dhe manifestim i cili janë të veshur me veshje kombëtare. Me vete keni sjell veshje tradicionale shqiptare për fëmijë. Këtë solla për dhurat pronarit të lokalit, gjithësisht shokut tim të vjetër, Lulit, që dhuroj për dhurat. Dhe me siguri që mund t'i marrim të tregojmë shikuesve, do thotë këto janë veshje për një fëmijë të vogël. Për një fëmijë të vogël. Ka raste kur marrin prindët ju blejnë fëmijëve veshje kombëtare i veshin, do të po të jetë një fëmijë 3-4 vjeç. Po, sigurisht që ka. Kam pas rastin njëherë këtë vlen të ceket, kam pas një nanë shqiptare e moshuar. Kishte rastin të bëj nipin e vet, të vetmin sinet. Dhe nuk pyeste se sa kushton, sa është kosta e kësaj. Më thotë vetëm unë dua birin tim nga kamat deri te koka ta vesh me veshje kombëtare, i kompletuar, pavarësisht se sa do të kushtojnë ato veshje. Thotë ka, interesim ka, po kjo është një dhuratë shumë e mirë për Lulin, por në fakt është një kontribut për etnokafen, është një kontribut faktikisht për qytetarët e Gustivarit që të munden t'i shohin, sepse gjitha dhuratat të cilat ne i kanë dhënë mysafirët e tashëm, por ka shumë edhe qytetarë të cilët sjellin sende të vjetra me karakter kombëtar, folklorik e kështu me radhë, do thotë këto do të jenë derisa të ekzistojë etnokafeja, por edhe tutje, sigurisht në ndonjë vend tjetër. Etnokafeja është një kafe, sigurisht është përmendur dhe qëllimisht ne nuk e falenderuam në fillim për ta lënë në fund të falenderojmë për punën dhe kontributin që jep në këtë drejtim. Mirpo edhe ne kemi disa dhurata simbolike për ju. Kemi prej operatorit më të ri celular në Maqedoni, Albafon, i cili u sqaron edhe shikuesve se për çdo mysafir do të dhurojnë nga një pako me prodhimet e tija, shërbimet e tija. Unë sigurisht që edhe Albafon ka të bëj me këtë që ne biseduam deri më tani dhe unë uroj drejtorin me stafin për punë të mbarë dhe për zaptim, ta them kështu, të hapësirave shqiptare. Por jo vetëm kaq, kemi edhe 2 botimet e fundit të poetit Gustivaras Driton Zenku, i cili është njëkohësisht edhe kryeredaktori i TV2-shit, Rruga e rrugave dhe Haremi i fjalave. Faleminderit edhe prej autorit të këtyre di veprave Driton Zenku dhe kryeredaktorit tuaj dhe të TV-shit ton dhe sukseset e më të qeshme. Ju faleminderit, mendoj këtu mund ta përmbyllim edhe bisedën tonë. Ju falenderoj shumë që ju përgjigjet ftesës tonë, jeni mysafir. Faleminderit shumë edhe nga ju, edhe nga gjithë stafi drejtues i televizionit TVD. Të shikues të nderuar, ndoqët emisionin Me qëra fjala. Shihemi sërish në emisionet e radhës. Mirupafshim.